Ja 10 emra të bukur shqiptar që ja vlen të rikthehen. Arbëresha, simboli i krenarisë kombëtare. Liridon, dashuria për lirin. Bleta, punë, harmoni, bekati. Dardan, identiteti lashtë. Rezarta, dritë, shkëlqim. Ilir, një ndër më përfaqësuesit tanë. Shqipe, identiteti i pastër. Tringa, figurë e rëndësishme historike. Fisnik, karakter, moral, vlerë. Dhe emri i fundit, Valon, energji, lëvizje. Si të zgjedhësh një emër që nuk zhduket me kohën? Ja disa këshilla për prindrit. Zgjidh një emër me kuptim. Emri që mbart histori, qëndron më gjatë. Mendo si do ta shqiptojnë të huajt. Shumë emra shqiptar shqiptohen bukur edhe jashtë vendit. 3. Ki parasysh rrënjët familjare. Emri i gjyshit ose gjyshes mund të jetë rikthimi një tradite. 4. Mos u frikson nga i vjetri. Sot, çdo gjë retro bëhet trend. Pse ka rëndësi të mos lëm të zhduken? Sepse emrat janë një pasuri që nuk e ndërton dot më nëse e humb. Një emër është një kujtim i popullit, një fragment, një fije historie. Dhe kur zhduket një emër, zhduket një pjesë e rrënjeve tona. Në këtë video zbuluam historinë, kulturën dhe historinë e emrave tradicional shqiptar, duke sjellë shembuj, analiza dhe sugjerime për prindrit që kërkojnë një emër me vlerë, identitet dhe traditë. Nëse ju pëlqejnë videot tona, ju ftojmë të na bëni like, comment, share dhe subscribe. Faleminderit që na ndiqni.